sepse mungesa faktit e dëshmisë argumentit të lënë pa frymë, të lënë pa tekst. Dhe ju e dini nderuar argjent që ne shqiptarët për fatkeq përkundër shumë të mirave që kemi, harresën kujtesë historike kemi defekt gjenetik. Dhe po të mos ishin finalizuar gjithë këto materiale, sot sigurisht që do të kalonim në një pozicion tjetër, në rolin e kriminalit, e jo të viktimës. Dhe prandaj insistimi i miqve tradicional të Serbisë me barazu viktimin me kriminalin, siç po insistojnë që 5 vite rresht në dhomat speciale të ashtu quajtur të drejtësisë ndërkombëtare në Hag, është jo njerëzor, është i pandershëm, është fashizoid, është absurd, është i neveritshëm. Si mund barazohet viktima me kriminalin, kur bota ka intervenuar me çliru popullin shqiptar pas dyshekush robërie nga këta barbarë të Karpateve, me rreth 15.000 viktima civile, me më shumë se 1.432 fëmijë të vranë, me më shumë se 1 milion shqiptarë të dëbuar nga vatrat e tyre stërgjyshore, me më shumë se 20.000 nana, motra dhe gra shqiptarë të dhunuara. Dhe edhe më tutje me insistu ki Evropë dyftyrshe me barazu viktimin me kriminalin, është e pandershme, siç është tepër e pandershme mbajtja e kreut ushtrisë lindore të Kosovës, që 5 vite për çka? Për akuzat të supozuara, për krime të supozuara. Krime të supozuara e krime të trilluara. Dhe këta po mundohen me i trilluar me dëshmitar të rrajshëm, me duke i korruptuar, duke ju dhënë kushte marrëmendse, duke ju ofruar kushte marrëmendse e kapitale, para etj, veç me dëshmor rrajshëm, por dielli me shosh nuk mbolohet i dashur argjent. Të vërtetat janë këto. Ne jemi viktima Serbia fashiste kriminale. Serbia duhet të dënohet sot dhe nesër për gjenocid. Për ndryshe stabilitet në Evropë dhe në Ballkan s'do të ketë kurrë.